kishën kanë mundësi të ndihmojnë të gjithë. Kisha nuk do me lona, $20, $10, $50, $100, po kush nuk i ka kaq. E pse pastaj kur të shkojmë tek biznesmenët, mund të japin më shumë, lavdi qoftë dhe për ta, është gjë e mirë ajo. Si e ke menduar atë Gjini, është pak e vështirë, e komplikuar, kjo është zgjidhur fare, është drejt, po kështu komplikohet nga komunitetet në përgjithësi. Cili do të jetë politika juaj për drejtimin e kishës, kryesisht për gjuhën, komunikimin, për predikimet tuaja, do t'i keni në gjuhën angleze, apo në gjuhën shqip, apo do t'i keni të përzjera, çfarë keni menduar? Faleminderit për këtë pyetje dhe duhet ta qartësojmë dhe më thellë sepse më bëjnë shpesh. Është diçka që është edhe se është delikate, por duhet të marrim parasysh dy gjëra. E para, ashtu siç e kam thënë edhe më përpara dhe në Zoti Rafael, kisha jonë dhe peshkopata jonë që është akoma më gjerë, është në trupin e Orthodox Church of America, që është kisha ortodokse në Amerikë. Dhe ne jemi një dioqezë brenda trupit të kësaj kishe të madhe. Dhe sigurisht, duke qenë se dhe gjeografikisht jemi në Amerikë, gjuha anglishte do dominoj. Jo tërësisht, sepse elementi i dytë është sepse jemi kishë shqiptare, edhe përpiqemi të kemi një balancë sa më të mirë, duke i kënaqur të dy krahët, edhe amerikanët, edhe shqiptar-amerikanët, edhe shqiptarët. Po gjithashtu edhe brezën e ri që ndoshta dinë ose edhe nuk dinë shqip, sepse jo të gjithë fëmijët e shqiptarëve kuptojnë shqip. Dhe ky është një fenomen. Dhe përpiqemi si kishë të jemi realist me të dyja fenomenet. Jo të dominojë, jo të kryesojë shqipja apo të kryesojë vetëm anglishtja, po të kemi një balancë sa më të mirë që të kuptojnë të gjithë. Predikimet për momentin janë në gjuhën angleze. Më vonë, duke parë dhe nevojat dhe gjithë antarëve të kishës sonë, shumicën, çfarë ata shprehen, si e ka nevojë të ta dëgjojnë predikimin, atëherë dhe ajo do modifikohet. Por kjo nuk bëhet me shpejtësi apo me kërcitje e kishës, kjo bëhet duke komunikuar me ata edhe duke i dëgjuar gjithmonë nevojat e të gjithë besimtarëve. Prandaj edhe është dhe këshilli që përfaqëson gjithë komunitetin, edhe këshilli merret me besimtarët, edhe unë nga ana shpirtërore me ta, edhe gjejmë një zgjidhje të përbashkët, cila është ajo më e mira për të gjithë komunitetin, që mos mërzitet asnjë palë, po as palën tjetër. Po në planin e mendimit tuaj, krahas predikimeve fetare, a keni juve si obligim ose si synim që shqiptarëve të kisha t'u japi mundësinë të ruajnë kulturën, traditën, zakonet, gjuhën shqipe nëpërmjet aktiviteteve ose formave të ndryshme që ju mund të keni menduar? Ne sigurisht, donse jemi kishë, sigurisht jemi dhe njerëz, jemi komunitet dhe jemi komunitet shqiptar. Kemi festa që i festojmë, siç është Pavarësia, festa e flamurit. Kemi Heritage Sunday, të cilën do ta kremtojmë së shpejti në datën 22 mars. Është e diela e trashëgimisë, diçka që është të sjell tani së shpejti në dioqezën tonë, duke kujtuar Fanolin, i cili është hierarku ynë i parë dhe themeltar i kryedioqezës sonë. Dhe kryedioqeza ka vënë këtë datë pikërisht për të kujtuar jetëndrimin e Imzot Fanolit, por edhe ditën ku mesha e parë hynore në gjuhën shqip u zhvillua në Boston. Dhe janë në pikërisht në muajin mars dhe e kremtojmë edhe me lutje, duke bërë një përkujtimore për hierarkët tanë të jetëndruar, edhe bashkëshortet e tyre, kryeprifterinjtë. Gjithashtu bëjmë edhe aktivitete të ndryshme për t'i japur lavdi edhe të tregojmë krenarin tonë ndaj tyre dhe falenderimin dhe mirënjohjen tonë për themeltarët e kishës sonë. Po kur është kjo është shumë e rëndësishme, është për herë të parë që bëhet këtu në kishën tonë në Shën Thomat do bëhet për herë të parë. Po shumë e rëndësishme kjo. Cilën datë është? Me 22 mars. Po para se ti kish të lesh informacionet, ta bëjmë lajmërim që të vinë, të mbushet kisha plot. Është diçka që
Dioqeza e ka sjellë tani këto vitet e fundit me bekimin e Imzot Nikodimit dhe i bashkon të dy datat dhe jetë ndrimin datën 13 mars të Imzot Nolit dhe datën 19 mars që është dita e parë ku liturgjia hyjnore u krye nga Imzot Noli në gjuhën shqipe në Boston. Dhe i bashkojmë këto duke kujtuar jo vetëm atë, por gjithë hierarkët e historisë sonë, priftërinë, kryepriftërinë diakonë, priftereshat që kanë shërbyer me devotshmëri dhe dashurinë në gjithë dioqezën tonë. Do të jetë një ditë? Një ditë vetëm. Po e bëjmë çdo vit. Është një gjë jashtëzakonisht e madhe. Fanoli është një nga figurat më të shquara të kombit shqiptar, jo më të diasporës. Patjetër, falti jemi dhe ne sot, sepse është hierarku themelues i dioqezës shqiptare ortodokse në Amerikë. Absolut. Dhe duhet t'i japim nderin më të madh që mund t'i japim edhe ta kujtojmë gjithmonë jo vetëm në lutje, po edhe me aktivitete të ndryshme kulturore dhe jo vetëm ata, por dhe fetare. Me këtë rast edhe si televizion, nëse jeni të mirëpritur. Jo vetëm aty, po do të bëjmë një emision të veçantë lidhur me këtë temë. Është shumë signifikative, është shumë e nevojshme. Patjetër, sepse të informojnë njerëzit edhe më shumë. Fanoli dhe Konica ka ngelur vetëm si emër. Fanoli Konica, po s'po flasim, nuk po dëgjojmë, sepse ata janë vërtet minier vlerash. Të falenderoj. Falenderoj shumë dhe suksese. Zoti Kume, cilat janë disa nga aktivitetet që kisha e Shënthomajt i ka kthyer tashmë në tradit? Pavarësisht se herë janë bërë, nuk janë bërë, po cilat janë ato që do t'i vazhdoni edhe ndoshta edhe në një aktivitet të ri, siç është aktiviteti tani që tha Aty Gjini. Po Aty Gjini tha për Heritage Sunday do e bëjmë për të barë në datën 22 mars. Gjithmonë bëjmë aktivitete të vogël për Palm Sunday. Bëjmë edhe një aktivitet për kishën e Shënthomajt, ditën e Shënthomajt, një javë pas Pashkave dhe është një ditë i madh për kishën tonë. Do bëjmë këtë vit ditën e flamurit në november dhe kemi qef të bëjmë edhe një Bethlehem dinner në fund të vitit afër Krishtlindjet dhe kjo është një opportunity të sillim shumë fëmijë edhe të bëjmë si një play Christmas pageant për lidher me Biblën. Do vinë fëmijë të jenë si Jezu Krishti, si Barind. Është një skenë e cila në të gjithë kishat tona të Peshkopatës, çdo fund vitit, afër Krishtlindjen në vartësi kur e drejtojnë gratë që bëjnë Sunday School, pra katekizmin, dhe vendosin një play, një, si të thuash, skenë teatri, me fëmijët e katekizmit dhe i veshin me roba të lashtësisë kur ka qenë Jezu Krishti, dhe citojnë vargje biblike dhe bëjnë atë skemën e lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht, një dramë, një skeç. Shumë njerëz se thamë që janë larguar. A keni ju një program ose si mendoni që t'i riktheni ata? Po, ne si board gjithmonë flasim si do rikthejmë këta njerëzit që kanë ikur. Unë dhe boardi bëjmë telefonata, bëjmë aktivitetet të reja dhe kështu do kthejmë njerëzit prapë në kish. Kemi një prift Aty Gjini shqiptar, shumë njerëzit kanë ikur sepse s'kemi pasur prift shqiptar që kur ishte Bishop Nikoni dhe flasim çdo ditë me njerëzit, bëjmë aktivitete të sillim sa më shumë njerëz. Kemi hapur Sunday Schoolin, si tha Aty Gjini, për fëmijët. Nuk është vetëm për ata që janë larguar, se komuniteti është shtuar, janë dhe të rinj që të vinë t'i afrosh. Nëse duam përsëri, jo vetëm ata, siç e tha dhe më përpara zoti Gani, të rikthehen, por edhe njerëz të rinj të vinë, e të vizitojnë dhe të qëndrojnë, se mirë ja erdhen, por si do bëjmë që të qëndrojnë dhe që të qëndrojnë, sigurisht duhet të kemi parasysh të bëjmë vepra dhe gjëra të cilat kjo kish nuk i ka bërë më përpara. Të cilat do t'i analizojmë bashkë me bordin, me këshillin dhe me besimtarët, cilat janë ato, çfarë ka munguar në këtë kishë, çfarë nuk është bërë dhe ta bëjmë. Duke nisur nga mirënjohja, nga falenderimi, duke nisur nga outreach-i, pra
të ecim përpara, të gjejmë njerëzit, të jemi atje për njerëzit, edhe të kemi aktivitete që njerëzit të vinë edhe të frekuentojnë në kishën. Ato janë që e mbajnë, po duhet e para pure të jetë buzëqeshja, mirënjohja edhe përqafimi i këtyre njerëzve. Duhet të bëhet kisha një vatër dashurie. Se ku ka dashuri, atje është edhe Krishti, atje është edhe besimtari që të gjen ngrohtësi brenda në kishë. Atë duhet të sillim. Të falenderoj, është vizion shumë i mirë që afron njerëzit edhe mendoj se do të mbështesin njerëzit të vinë në kishë për veten e tyre. Dhe nuk do të vinë vetëm për ju. Duhet të vinë njerëzit e pare punës, ashtu siç shumë bukur e thatë, për veten e tyre, por e pare duhet të jetë për adhurimin. Në kishë vihet për adhurim. Vihet të adhurojmë edhe të marrim Krishtin. Kur marrim Krishtin, kur adhurojmë Zotin, gjithë të tjerat plotësohen. Prandaj dhe kemi dhe coffee hour, ose shqip orën e kafesë. Çfarë është kjo? Ashtu siç ndoshta shumë njerëz e dinë edhe nëpër vende të tjera fetare bëhet pas liturgjisë hyjnore, siç mbaron liturgjia, kthehemi tek salla dhe kemi një bashkësim me të gjithë besimtarët, me priftin, me të gjithë edhe të rinjtë, fëmijët dhe pimat të kafenë, kemi socializim, flasim për hallet, për problemet tona, gjëra të ndryshme. Edhe çdo gjë edhe kemi atë atmosferë të bukur dhe të ngrohtë. Dhe siç thashë edhe i Zot Anastasi, pikërisht ajo gjë është liturgjia pas liturgjisë. Sepse kur mbaron liturgjia dhe merr Krishtin, vjen pastaj tek salla, edhe atë dashuri e ndan me njëri tjetrin. Pra është në praktik. Në muajin që kaloi juve zhvilluat një aktivitet me ikonat, e tha pak edhe zoti Kume, i cili ishte edhe fetar, ka rolin e saj, po ka dhe rol ekonomik. Si është ekonomia aktualisht e kishës? Dhe ka nevojë për mbështetje nga besimtarët, nga biznesmenët të ndryshëm? Pasi ka shumë biznesmen që janë anëtar të kishës që kanë shumë biznese të suksesshme. Është një pyetje shumë e saktë, shumë konkrete, sepse ashtu siç e tha dhe më përpara dhe Aleksandri, edhe ju vetë, kisha ka pasur shumë nevojë, duke qenë se shumë njerëz janë larguar dhe nuk kanë larguar sot apo dje, po ky është një fenomen që ka qenë shumë vjeçar dhe duke marrë parasysh këtë gjë, sigurisht kisha ka shumë nevojë nga ana financiare. Por, prandaj, dhe duke shpresuar së pari tek Zoti Krisht, edhe tek bordi i ri, dhe me priftin e ri, duke bërë aktivitete të ndryshme, duke sjellë një frymë të re, të sjellim dhe besimtarët, të cilët edhe do kontribuojnë dhe do ndihmojnë në kishën. Edhe biznesmenët, siç e thatë, dhe njerëz të ndryshëm nga të gjitha klasat, nga të gjitha në tërë krajinë e Michiganit, kushdo qoftë ai ose ajo, që ndihet i kënaqur edhe do që të kontribuojë në çfarëdo lloj mënyre, jo vetëm financiare, por në çdo lloj aspekti kishën tonë. Aty Gjini foli shumë bukur dhe jemi, të them të drejtën, të dobët në anën ekonomike dhe sa më shumë njerëz të vi, sa më shumë biznesmen shqiptar të ndihmojnë kishën tonë, neve i falenderojmë shumë dhe ne si board dhe besoj edhe aty Gjini jemi të gjithë gati të bashkëpunojmë me të gjithë njerëzit që duan të vinë në kishë dhe të shikojnë kishën e Shenjtë Tomajt të ecin para. Programi juaj i këshillit i kishës, a do të keni një program edhe për të rinjt? Jo vetëm për marrjen e katekizmit që janë këto procedurat, por edhe me programe të tjera më të gjera për rinin, për të afruar rinin. Sigurisht. Rinia është në formulim, është hapur. Kemi goxha të rinj, po organizojmë tani avash gradualisht. Do ketë edhe Bible study ose studim Bible, siç e themi në shqip. Dhe jo vetëm për të rinjtë, por synimi është të kemi edhe një edukim fetar edhe për të mëdhenjtë, prindrit tanë. Sepse
ashtu siç e përmenda edhe më përpara, kisha, kolegjeta unë ka shumë nevojë nga ana shpirtërore. Ka nevojë për ushqim shpirtëror. Dhe jo vetëm për të rinjtë të vegjëlit tane, po çdo moshe. Ka shumë njerëz të cilët kanë ardhur nga komunizmi, nuk kanë atë kulturën fetare, nuk kanë atë kulturën, edhe të paktën mirë që se kanë, po lavdi Perëndisë se kanë hetje për të mësuar. Atëherë si duhet të bëjmë neve? Duhet këtë hetje jo ta shuajmë, po t'ju japim ushqim e t'i mësojmë. Por duke marrë parasysh se ende tani jemi në tranzicion e sipër, edhe kisha po riformohet nga e para, edhe me Prishtinën e ri, edhe me Këshillin e ri, gradualisht po i vëmë në zbatim dhe në program të gjitha këto aktivitetet që duhet të ndjekim avash avash.